Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth 1 orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur të sjellë ditën e sotme një histori që vjen nga një fshat i Shkodrës dhe konkretisht nga fshati Obot i Shkodrës. Janë dy të moshuar të cilët kanë kërkuar ndihmën tonë për të qenë prezent në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe për të prezantuar problemin e tyre, të cilët kanë disa vite që po e hasin dhe nuk po marrin një rrugëzidhje. Bëhet pikërisht fjalë për familjen Fati, zotin Zef Fati dhe zonjën Vitore Fati, 87 dhe 71 vjeç, dy partnerë që ndodhen me mua në studio dhe menjëherë dua t'i përshëndes. Zoti Zef, përshëndetje. Përshëndetje. Zonja Fitore, përshëndetje. Shumë faleminderit, përshëndetje. Uroj mos t'jeni lodhur nga rruga e gjatë që keni bërë për të ardhur në Tiranë, sepse keni dhe disa orë që prisni në ambientin e Report TV. Faleminderit. Por ne do respektojmë orarin e transmetimit ku jemi live dhe e pamundur për të zhvilluar më herët emisionin. Keni vendosur të vini në këtë studio, jo se keni një person të humbur. Ja. Na Kena probleme. kanë humbur lekë. Ju kanë humbur parat. Mirë, dhe kjo është një problem i madh. Ju ditën e sotme do ma tregoni të gjithë këtë histori dhe uroj dhe shpresoj që zëri juaj të dëgjohet nga ky transmetim, por fillimisht dua t'ju marr leje. Na kena trokit në çdo derë edhe nuk kena gjetë. Prandaj kena ardhur me bon, si thosh, Publike. Ngjarjen tuaj. Por do marrë feni, kemi kohë televizive të mjaftueshme për të dëgjuar, por fillimisht dua t'ju marr leje për të shkuar në një lidhje direkte me një histori që ka mbritur në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë. Në fakt është një rubrikë të dashur miq që ne quajmë Zëri i qytetarit, shumë qytetarë të cilët e kanë të pamundur të jenë fizikisht në studion e emisionit Pa Gjurmë nëpërmjet videove që sjellin redaksinë tonë duan të bëjnë denoncime. Dhe pikërisht një zotëri nga qyteti i Sarandës ka sjell një video në numrin e redaksisë e emisionit Pa Gjurmë, ai quhet Albert Mekshi, i cili ka një problem me vjerin e tij. Dhe unë dua në këtë moment ta prezantoj videon e këtij zotërie, i cili është drejtuar televizionit tonë Report TV. Përshëndetje miq të emisionit Pa Gjurmë. Jam Albert Mekshi nga Saranda. Arsyeja që kam telefonuar juve është sepse kam problem me vjerin ton, i cili është që prej 8 vjetë i paralizuar. Dhe për këtë arsye duhet të trajtoj me kemp, gjithë të cilën nuk ne ka dhënë as kempi e pror. Ju lutem na ndihmoni për të problem që keni. Faleminderit shumë. Kjo ishte videoja që zotëria Albert Mekshi nisi redaksinë e emisionit Pa Gjurmë dhe teksa fliste përpara telefonit të tij dhe e xhironte, në krah kishte dhe vjerin e tij të moshuar, i cili tregoi se kishte 8 vite i paralizuar dhe qëndronte në shtrat. Menjëherë unë dua të shkoj në këto momente në një lidhje direkte me qytetin e Sarandës, aty ku po na pret Albert Mekshi, që besoj është në shtëpinë e vjerit të tij dhe menjëherë dua ta përshëndes. Albert, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje dhe urime për emisionin. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje dhe shikoj që je në shtëpinë e vjerit dhe aty pranë jush është dhe vjeri juaj. Edhe unë ju falenderoj shumë për diçka që bëni për ndihmuar popullin shqiptar. E në fakt kjo dritare me emrin Pa Gjurmë këtu në Report TV është çelur enkas nga Report TV për zërin e qytetarit. Ndaj jemi të dy së bashku ditën e sotme për ta dëgjuar denoncimin dhe problemin tuaj. Çfarë ka ndodhur me vjerin tuaj, pikërisht me zotin Pëllumb Kolonja, i cili është 78 vjeç dhe prej 8 viteve që ku ka qenë 70 vjeç, fatkeqësisht është paralizuar dhe ka zënë krevatin. Po, vjeri im ashtu si thatë dhe juve, ka që prej 8 vjetës që është i paralizuar në krevat. 3 vjetë në rresh, do me thënë, deri në vitin 2024, në vjetor, është trajtuar me kem invaliditet tetraplegjik. Që nga vjetori e deri në sot që po flasim bashkë, këti i shprerë kempi për arsye se duhet këti të shkojnë në Tiranë. Neve shkuam në Tiranë në datën 13 mars, vajtëm në komision, mirë po në pa mundësi për ta marrë vjerin me vete, morëm dokumentat që kishim të gjitha nga shteti. Pra shteti them nga doktorët e Sarandës. Këta nuk e morën parasysh, edhe pse kishte një urdhër nga doktori që ky njeri nuk mund të transmetohet në gjendjen aktuale që është. Kemi bërë kërkesën edhe në Bashkinë e Sarandës, sipas thënieve të tyre, por akoma s'kemi marrë përgjigje. Kjo nuk është një gjë që pret. Kjo është një gjë që është emergjente, sepse ky njeri
do të haj, do të marrë ilaçe, duhet të vërë panes, sepse ki pa pan nuk mund të trajtohet, pra është njeri i shtrim në krevat si po e shihni dhe vetë. E qartë, i dashur Albert, sa kohë u bë që i është ndërprer kempi vjerit tuaj? Vajti muaj i 5 që ai nuk trajtohet me kemp. Dhe shkaku i vetëm ishte që dita që i ra komisioni, thjesht fakti që këtë 78 vjeçar në një gjendje të rënduar shëndetësore, e pa mundur për ta lëvizur, vetëm me një autoambulancë mund ta sillin në Tiranë, juve ju ahoqën të drejtën, kur them juve vjerit tuaj, pra u ahoqën të drejtën e pagesës mujore. Po, është shumë e drejtë, ashtu si e thoni ju. Se ky është një skandal. Të paktën në ato pak informacione që unë kam, është dhënë një urdhër i ri, ka 2 vite që aplikohet që personat të cilët janë me aftësi të kufizuara dhe sipas mjekëve nuk do të kenë përmirësim në të ardhmen, ky kemp automatikisht rinovohet. Pa qenë e domosdoshme që personi të shkojë në Tiranë dhe të paraqitet përpara komisionit. Pra nuk mund, shiko. Neve nga spitali këtu, nga drejtori i spitalit, na u dha në dispozicion ambulanca. Por, edhe në qoftë se do t'ju jepesh në shërbim 24 orë një autoambulancë, kjo është e tmerrshme, pra një të sëmur, ta lëvizësh nga krevati, ta çosh në Tiranë përpara komisioni që të bindet komisioni, a nuk ka një komision aty pikërisht në qytetin e Sarandës për ta vërtetuar këtë gjë, apo t'jetë kempi e pror ku të çoj punojësit e këta njerëz të sëmur, të cilët nuk lëvizen, se dhe kjo është absurde, që kempi e pror këtu në Tiranë kërkon këta njerëz që kanë zënë krevati, nuk ngrihen dot nga krevati, të vinë në Tiranë. Kjo gjë është e pamundur. Dhe më pas ndërpresin edhe ato pak pagesë që është për ilaçe dhe për Pampers dhe për mjetet që i duhen atit. Ky është një skandal i vërtet. Ta, shiko, unë përfitoj nga rasti që jam me juve në drejt për drejt dhe duhet të jap një mesazh të gjithë mjekëve, të gjithë komisionerëve, të gjithë politikanëve. Në radhë të parë janë njerëz dhe pastaj janë politikanë ose mjekë. Këta njerëz duhet të, nuk thonë vetëm për vjerin tim, po të gjithë ta që janë si punë e këtij, duhet të jepet e përhershme, sepse një njeri që ka prej një këmbë nuk mund të vjetë këmbë radhën tjetër. Pra janë njerëz dhe pastaj janë mjek. Duhet që ta shikojnë ndryshe punën e tyre. Nuk është një njeri që u sëmur nga gripi dhe kalon gripi. E qartë. Këmbë e prerë, dora e prerë. Ky njeri nuk bëhet mirë. Ne nga ky presëm, çfarë të them se nuk mund ta shpreh. Urdhëroni se ku është, po e shikoni vetë, as të flet, as të bën, nuk asgjë. Pra është një, ç'të them, një nuk dua ta shpreh. E qartë, e kuptoj, Albert, e kuptoj qartë. Politikanëve e mjekëve të gjithë të ndryshojnë ligjin, se kanë shumë të gabuar. Kemi 23 ditë që kemi bërë kërkesën në bashki dhe akoma nuk po marrim asnjë lloj përgjigje. Çfarë po ndodh këtu? Dhe mua më vjen keq, sinqerisht më vjen keq për këtë situatë, sepse ju përsollet një mesazh jo vetëm në emër të vjerit tuaj, por të gjithë atyre të moshuarve të cilët ju është ndërprer kempi dhe unë dua ta them publikisht i dashur Albert që në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë ka shumë kërkesa nga persona të cilëve ju është ndërprer kempi dhe arsyeja kryesore është që këta njerëz të cilët mund të jenë të paralizuar në një gjendje shumë të rënduar shëndetësore që nuk mund të lëvizin nga shtëpia, nga shtrati i tyre, fakti që nuk kanë ardhur ditën që ka caktuar komisioni për ta, ju është ndërprer kempi. Dhe ju e bët këtë mesazh dhe unë i bashkohem mesazhit tuaj e ngre zërin nga studio e emisionit Pa Gjurmë që të dëgjohemi ditën e sotme nga institucionet, sepse është e dhimbshme, e tmerrshme të mendosh që një i moshuar i është ndërprer kempi. Ne shikojmë në këtë video call që jemi të dy së bashku, ti je ulur pranë vjerit tënd dhe po më tregon që ai as nuk flet. As të flet, as lëviz, do gjë i bëhet pra në krevat. Edhe pse u thash zotrinit të komisionit, u thash, zotrin u erdha në Tiranë dhe shpenzimin e bëra, mund të vija me ambulancë pa shpenzim. Po ky njeri nuk mund të lëviz, e çuam nga shtëpia në spital, që është 100 metra, një kces me ambulancë për të bërë njerëzhe, dhe 2 ditë më fal për shprehjen Odeta, ki u mbit në të vjella. Pse? Sepse truri i tij kalon në anomali. Dhe nuk duhet të lëviz. Gjithë të cilën e vërteton dhe neurologja. Ne kemi marrë dokument. Pra, më fal, këta njerëz nuk besojnë shtetin.
Shtetin ke ati, nuk është doktor privat që unë e mora, e pagova apo ku diu. Por është shtet, atëherë kur nuk beson shtetin, pse e ke vënë atje? Pra, do njeriu. ju keni një dosje me dokumenta, ku keni dhe epikrizën nga mjeku për vjerin tuaj, por këtë gjë nuk janë marrë parasysh nga kempi e pror. Pare asnjë gjë. Ndërkohë, i dashur Albert, unë dua të pyes. Më fal, asnjë njerëz e gjykuan, sepse ratë pare thash dhe që parë, jemi njerëz, pastaj jemi mjek. Jemi njerëz, pastaj jemi doktor, jemi politikan. Pra e para fillon nga njerëzimi. Nuk i morën parasysh asnjë gjë. U thash vini dorën në zemër, jo për këta, për vjerin tim, për të gjithë, se unë aty pa shumë njerëz që ishin në gjendje shumë të vështirë, por të paktën mund të vinin me karrocë. Ki as me karrocë nuk shkon dot, se ki vetëm me barel mund të lëviz. Është e kuptueshme gjithë kjo situatë që po tregon ditën e sotme në këtë transmetim live këtu në Pagjurmë. I dashur Albert, por çfarë ka ndodhur me vjerin tuaj përpara 7 viteve? Që ai ka zënë krevatin? Po, vjerin tim i kishte rënë edhe një herë hemorragji cerebrale, kishte një paralizë jo të plot. Po. Bëri gati 3-4 vjet në shtëpi, doli përsëri vinte vërdall dhe pastaj ra për herë të fundit vajti 8 vjet që nuk lëviz më nga krevati. Pra, siç po shikoni ju, kështu e ka gjithmonë. Pra, duhet ta ndërrojmë 2 herë apo 3 herë në ditë, sepse ai bën të gjitha nevojat e tij, i bën në krevat. E u trajtuam 3 vjet rresht me invaliditet. Çfarë ndodhi tani me këtë njeri? U bën mirë këtë njeri. Atëherë, si të thashë më parë, ai me këmbën e prerë, i erdhi këmba përsëri, jo, tu jepet një këmbë i përhershëm derisa të kenë jetën, sa ta ka shkruar Zoti. Pa këtë kërkova edhe në parë të bëra domethënë dhe larg e vajta, këtë u thash. E për të njerëzve aty i takon, sepse është një krim që bëhet ndaj tyre. Kryetari i komisionit tha kush është kriminali këtu. Jo ju, i thash, shteti. Sepse shteti se bën ligjin. Ose e bën ligjin, po e fshet. Dhe mua sinqerisht më vjen keq, Albert, që prej 7 vitesh vjeri juaj vuan në atë shtrat, i cili fatkeqësisht nga një paralizë përpara 7 viteve, ai nuk mundet dot të lëvizë më, dhe në të tilla raste Zoti bëft më të mirën për të. Inshallah, inshallah. Nëse ke një mesazh të fundit, unë do të dëgjoj dhe patjetër që pas kuintave edhe ne do interesohemi, por ditën e sotme besoj që zëri juaj do dëgjohet nga institucionet dhe këto të fundit do reagojnë. E para fare, është ajo thash më parë, që thirrje gjithë komisionerëve, gjithë politikanëve. Ato i thash që ta njerëz të shikojnë të japin këmbë të përhershëm për ta njerëz. E dyta, dua të falenderoj juve dhe ju them gjithë shqiptarëve. Sepse unë emisionin tuaj ndjek çdo ditë, dhe ajo ishte ajo që më bëri që unë të telefonoj, sepse pata besim gjithë shqiptare që nuk i zgjidhin dot problemet të drejtohen te emisioni Pagjurmë. Se jam i bindur që këtu do të zgjidhen problemet. Uroj dhe shpresoj. Ju falenderoj jashtë mase. Të falenderoj dhe unë, i dashur Albert, dhe të përshëndes nga Tirana dhe uroj që sa më shpejt të merri një zgjidhje. Faleminderit shumë, ju uroj gjithë të mirat. Faleminderit. Mirë, ishim me Albert Mekshin në këtë lidhje direkte nga Saranda, i cili shprehu shqetësimin e tij për vjerin, i cili kishte 7 vite, i cili lëngonte në shtrat dhe ishte hequr kempi sepse nuk ishte paraqitur përpara komisionit, dhe ndërkohë që gjendja e tij ishte te e rënduar dhe askush nuk më merrte përsipër për ta çuar një udhëtim të gjatë, një rrugë gjatë nga Saranda drejt Tiranës. Por unë uroj dhe shpresoj që zëri i kësaj familje të jetë dëgjuar ditën e sotme nga transmetimi jon, pikërisht nga kempi e pror, i cili duhet të reagojë dhe të japi një përgjigje, një zgjidhje këtij problemi. Mirë, nga Saranda, nga jugu do të shkojmë në veri, do të jemi në Shkodër. Pak më parë në fillim të programit prezantova çiftin Fati nga Shkodra, nga fshati Obot i Shkodrës, së cilët kanë një problem që duan ditën e sotme ta denoncojnë në studion e emisionit Pagjurmë. Zoti Zef, 87 vjeç, kur e pyeta, fjalia e parë që më tha, nuk kam njerëz të humbur, por më kanë humbur parat. Por kush është historia e këtij çifti? Unë dua të prezantoj një material, një kronik që ne kemi përgatitur dhe më pas do dëgjojmë problemin që ka Zefi së bashku me bashortin e tij, fitore Fati.
Historia e dy të moshuarve, Zev dhe Vitore Fati, të moshës 87 vjeç dhe 71 vjeç, e ka zanafillën më 23 nëntor 2020, kur ata po ktheshin nga puna si zakonisht me mjetin e tyre bujqësor. Gjatë rrugës, ata u ndaluan nga policia, pasi mjeti ishte pa targa dhe drejtuesi, Zev Fati, nuk ishte të rinovuar patentën. Efektivi i policisë e gjobiti, por më pas kontaktoi dhe komisariatin e Shkodrës ku urdhërua për sekuestrimin e mjetit dhe paraqitja e Zefit në komisariat. Pasi mbërritën atje, Zefi nisi të konfliktohej duke argumentuar se nuk ishte i vetmi në zonë që kishte mjet pa targa. Megjithatë, shefi i komisariatit vendosi ta referonte çështjen në prokurori. Më 11 dhjetor 2020, Zefi u paraqit në prokurori, e cila vendosi që mjeti t'i kthehej. Pavarësisht këtij vendimi, komisariati mbajti mjetin e bllokuar për 6 muaj. Në 24 maj 2021, Zefi arriti ta rimerte mjetin, por u përball me një gjop të majme, prej 1.200.000 lekësh të vjetra, pasi mjeti kishte qëndruar i sekuestruar në komisariat. Çifti i moshuar Zev dhe Vitore Fati ende kanë shpresë se drejtësia do shkojë në vend për ta, ndaj ata kanë trokitur në dyert e emisionit pa gjurmë që zëri i tyre të dëgjohet tek organet kompetente. I dashur Zef, Bukur, deri do. ishim korrekt me materialin që dham. Po mirë, më tregos si të kanë humbur këto para, ma trego këtë ngjarje, Ta këtë kanë histori. humbur, ta është histori e madhe vesh me letra, u da seroj mashëm. Shkurtimisht me letra. A dit me datën 23. Se pa letra mund të flasim. Me datën mund të 23. bëjmë- Po, më tregoni ngjarje që unë të kuptoj ngjarjen, dhe më pas padyshim që duke rrëfyer ngjarjen i referohemi edhe letrave që keni. Me datën 23 nënor kena kënë të ardhë nga Nëntor të puna, kujt viti? të nënor të vitit 2020. Po, 2020. Kena kënë të ardhë nga puna, në fshatin në botë kena 4 km larg, atje në fshati që përmëtë, po na kena jena këto a, fshati o botë është fshati që përmbytet thuajse çdo vit në Shkodër. Çdo vit, po çdo vit. Na kena qëndru këto, nuk kena ullë atje poshtë, jena këto të rruga nacionale që është Shkodër, me Dogan. Shkodër Moriçan. E qartë, e qartë. Edhe kena shpina të shifet të rruga nacionale. Ndërtesa, është Jo, magazin. janë ndërtesa, janë nese. Po, Mirë po, të shitujarna nga puna se punojmë kaj fije sa minimum Mundoja. pensioni, se nuk mund të marrim nga djali jonë ka ik 16 vjeç rrugëve. Ai ka jeni të dy familje. vetëm në fshat Vetëm jena, jetoni? vetëm. Dhe punoni tokat që keni, dhe shumë mirë bëni që i punoni. Punojmë shumë. Munona. Punojmë Asa keni Asa kena mundësi. kena fuqi. E kuptoj. Po. Dhe ky është zetori juaj. Po, Mjeti jonë, këtë e kena blena një Kosovarit, kur erdhen 99-ën, me një çmim të ulët. E qartë. Na Një mjet që ju duhet për bujqësi. Për bujqësi, se nuk kishim. Na morme me çmim të ulët, edhe e pyetme atë, ke i thome na në një dokument në son, me zita kena ardha na veta. Ne ndjek tha shtëpia tha katambia tha. Bëj fjalë për luftën e Kosovës, Për luftën e kosovarëve në vitin 1999 erdhën. Edhe nënën Dhe sigurisht që nuk ishin letra të mjeteve që ata S'ka pas kurej. S'ka pas. Ai nuk ka pas, dhe me thonë... Dhe u ashiti juve këtë zetor. Na shiti po na morme me një shpim, dhe me thonë të arsyshim. Po, Edhe majtme edhe punume na. Për vedi dhe punote pashorti edhe në fshat për bashkë fshatarët. Po, me transportu, me plëgu, me shto. Të shi kena jektan ata vetën, kena majtë vetën këtë. Remojken se përdorim, kena një Baqe të vogël. një frutore të vogël, do hardhi një vresht të vogël atje dhe shumë mirë bëni. Po, edhe marrna me dhesim. Edhe majmë vetin formë, edhe nimojmë edhe pensionit, se ne nuk mund të marrim, se djallin e kena veti pensi, nuk mund të na nimojmë. Ai punon 3-14 orë për veti, sepse ka... E qartë, emigracioni nuk është një fushë me lule, është e kushme kjo punon gjë. një djelë një javë, takat me fëmijën e tij. Të shti këto. Të ardhë rrugës na nalin... Të dy, keni qenë në zetor. Në të dy na mjetë, gjithkohën shkojmë bashkë, punojmë bashkë, se edhe Njani pa tjetër me qa do që të paraqitet, dhe me thonë, të japim nimen njëni tjetërit. Edhe të ardhë shpina, dalin dy policë. Rrugor që janë ata nga... vinë nga Moriçani, dhe me thonë nga pika kufitare e Moriçanit, edhe vinë atë na nalina, na shofin e pa dokumenta dhe na nalin pa tarka, edhe ju ndalojnë. Na ndalojnë edhe pyet burrin ku kethet tarkat, nuk kam, i diftojmë në ishte çdo problem. Realitetin. Po atë patenten të ka marrë në vitin 70, ka marrë shkollën bujqësore, mekanike bujqësore, po është, dhe me thonë, aja është si punë diplomet.
në atë kohë, që nuk e ka rinovu për 25 vjetë që ka punu në atë E kohë. s'ka duar që nuk është rinovuar. Nuk ka rinovu për në atë kohë ka Pra, punu. ju i dashur Zef, i jepni zetorit pa patent. Pa patent. Pa patent. Se nuk ishit. Nuk ka pas. Po? Edhe një të sheta... Deri këtu ju e kuptoni që jeni në shkelje. Jeni në shkelje. Në vunin një gjobë 10.000 lek vjetra. 10.000 lek të Po, vjetra. drejtim i mjetit, pa dokumenta dhe pa tarka. I kjo është i parë. Gjoba e parë që ju morë. Që u përbalme me policinë. Po. Atë thashon, kundërshtova pak fakt. Nuk ka gjë, jemi në transmetim. I kundërshtova pakun, pse po më vend gjobë. 300 metra rrugë, do të shkeli se zmarë se në hava, shkën kë. Në vin nga fshati, një minut, vin nga fshati. Jo, tha, ka rregulloria, po shumë mirë. Ti kështë ju në rrugën kryesore. Rrugë kryesore me shku shpim doni 300 metra. Është detyrueshme të hysh në rrugën kryesore që vesh në shtëpi. Nuk ka rrugë ditësore. S'ka rrugë ditësore. Flitet pikërisht. Po. I jashtë. Kjo është rruga. Po. Që qënë, po. Për në shtëpin tuaj. Për shtëpin tuaj. Dhe çfarë ndodhi pasaj gjobe? Atë natë e kanë marrë këtë. Atëherë morën dy policë me dy makina policijet, më shoqëruan mu, prem polici. Të çuan dhe në komisariat. Komisariat? Do të thonë që në komisariat, po ja morë gjobën thamë. Te kohë Covidit, ishin smur të dy. I nishim temperaturë. Ata domethënë impaktin e parë të Covidit. Me temperaturë më shumë. Si përfundim, tallash gjobën thash, dakor të kam shkel, jam jashtë rregull. Do paguaj gjobën. Paguaj gjobën. Shumë që në komisariat këtë mosh, thamon. Ja, ta dëgjojmë me dashur. Pse vam që në komisariat këtë mosh. Morën atë më futen te një magazin, jo magazin, po film ndërtimit. Atë u morën vesh me radio ata, i ndishëm se ja s'ban nuk paguën. Me shefin. Se kërkun e pare, fërgoj durë, sa më kape fërgoj durë, s'kena gjobit ka herë. Dhe policë. Unë që dita, futen atë të firma atë, me marrë kohë si me hanë, me bisedu me shefin e të në. Morën kohë ata, me bisedure me te, i ndishëm radio, unë isha në traktor atë mbranë, zitërë. Vjerë po, ata, u mërëshin, si marë s'paguën, paguën, dhe s'rarët dhe akord njeri me tjetërin, unë s'përdovam, Kërkoshin shumë malë, me dhanë shumë malë, në këmbim të këthimit të mjetit. Ishte momenti që ata do të blokonin mjetin. Me shkurtimisht thaj, me më dhanë 1 milion lek ti... Se kjo është e rëndë, që uniformat blu të ka kërkuar para, që ta linin mjetin e lirë dhe ti të ktheheshe në shtëpi. Në të kundërtën, ata do zbatonin ligjit dhe do blokonin pikërisht mjetin. Me më dhanë thaj 1 milion lek, tha, nuk më dhe t'ka punë. Ku kam 1 milion, thash, 1 milion zbatonin. Zidori, thamon, qaj milioshit, brathune, e blokuan makinën. E qune direkte në komisariat. Blokune mu, njeri para, njeri më rapon me dis. Jo, flasë për mjetin. Mjetin e qune në komisariat. Kam shku me këngë mija unë. U blokua mjeti. Te Fenesheja. E qartë. Atë natë, karë në 12 natë. Po, te Fenesheja, më bani proces verbal, për një që më bani proces verbal, për një ke penale, thamë, do të shkojtë gjyqë. E qartë, pa tjetër. Por e te kuptoj, thamë, jo, kështu ka regulloria, s'kam që të bajhat. E shefi. I thëtë, po. Përbarim papa. Po tani janë ishtë të thëtë. Tani thamë janë i patarka. Janë patarka. Nuk ke, jo nën tonë, thamë nën të malit qirena. Po i ke bregun e burë, se gjithë ka, por që një funë, se unë përrej 50 vjetë traktorist. Nuk është e kam morë për herë të parë. E qartë. Pra, në të gjithë zonën tuaj, le të themi kush ka zetori, ka pa targa dhe pa mjetë, përdorin si mjetë për të punuar tokën. Unë tesh në fund, e ndezi vetën 2 herë vjetë. Vetën se e muaj për sjerja dhe bëri shpije. Si relike, nga që i ka punu vite me rrallë. Ja kam hekë të nga agregati, kam shqisë, se jam edhe në gjendje. Për të punuar. Por çfarë ndodhi më pas? Derisa policia i mbushi letrat, i ka çuar në prokurori. Po, polici, më procedoj, për një ke penale. Mas 2 javë në flasim me radhë, dashur Vitore dhe Zef. E minut. Më qëjnë polici, më procedoj për një ke penale, gjendet lirë. Bani procesin e, teshtë, për ati e volë, kur kërë punë, shkën punë të anë, do të paracitesh ta, kur të thrasin ata, teshtë paracitesh gjëgat. Që për fondem, i ka unë. Kalun da dit, me i Gjëgat, pritëshi, me datën, mas 2 javë me datën 11 të 2020, na vjen një letër, një zarf të shtëpia paraqitën në prokurori. Edhe na shkojmë të dy në prokurori, edhe na jepet një këtë dokument. Urdhër për kthimin e sendeve të sekuestruara nga Albert Murçaj.
Po. prokurori i Shkodrës, është prokuror i parë. urdhëset. Shkodrës. Me qenë se ky send e sekustruar nuk paraqet me rëndësinë e provës materiale apo dokumentare për hetimthet, duhet të kthehet pronarit të ligjshëm. Pra, prokuroria e Shkodrës Po. Vendos me kthy Me mliru mjetin. Zetorin, Po. e qartë, e kuptova. Urdhëroi thet kthimin e menjëhershëm thet për këtë kryrjen e këtyre veprime urdhëroi oficerin e policisë gjyqësore Perperim Papa. Ky si mbani procesin. Ky që urdhon urdhëroi thet këtë. Drejtuesi i prokurorisë. Po, e qartë, po çfarë ndodhi? Pra, prokuroria dha të drejtën që mjeti të kthej. Kurse këtë të dënohet. Po, unë isha për gjykat. Ky e çoi për dënim në gjykat. Edhe ka bë dënimin e ka bë gjykatën unë Tërnin Sterkaj. Po. Tërnin Dhe Sterkaj. kush ishte dënimi që morët? Dënimin që mori i dha i dënim të lehtë, i dha detyrim paraqitje. Detyrim paraqitje. E qartë. Pra, prokuroria vendosi që të jemi dhe të qartë dhe për publikun. Prokuroria vendosi që Zetori mjeti të lirohet dhe të kthehej tek ju, por ju u dënuat me 3 muaj detyrim paraqitje. Detyrim paraqitje. Edhe i kreu. Të trija dhe pagume gjykatën. Po, si mas detyrimet e gjyqit. Detyrimet e gjyqit, po. Deri ku jeni në rregull. Çfarë ka ndodhur më pas? Me këtë dokumentin dorë të prokurorit na nisën për në Ja, priti, thuja dhe që vendosa me Allan. Shkruja dhe. I tesh është, ishte periulla. Po, e qartë. Prokuroria. Tesh me këtë lëm ze fitore, ndoshta është më saktë i ka fiksuar më mirë. Po, i ka fiksuar. Jo, që thotë me këtë dokumentin e prokurorit, ti shkom na paraqitena në komisariat. Për të marrë mjetin. Për të marrë mjetin. Ato në komisariat kërkume na gjeni është finan person Perperim Papën. Ai u doktorote, ai ishte ai që kishte me ekzekutu. Me ekzekutu mjetin. Po, me edhe prokuroria atit ishte referuar. Për lirimin, po, ati ishte referu. Po. Perperim Papa thët, proces verbal, për kthimin e sendet të sekustruar dhe lënien në rujtje. E kishin në lënë rujtje. Vendosa të zbatoj urdhën e prokurorit Albert Muçe, numër 9068 datës 9 ja kishte quat. Po, e qartë. Po, 9 të 12-it 2020, për kthimin e kthimin e sendit të sekustruar tip zhitar fergursone që di ka shku me gjyrë të kuqe nese. Të majthet në 3 kopje, ku një kopje t'ja qojnë prokuroria, dhe një kopje proces verbalit t'ja dorëzoj personit që morin dorëzim sendin. Po, e qartë, juve. Teshti, nena tha, pritni tha, të tha, në koridor tha, se po ta qes tha i tesh tha. Një kopje. Një kopje. Na pritme aty dhe zgjati edhe na dha kopje. Cili dhe në mlajget. I dha, mori këtë. Ate që ju sa po lexuat. Sa po lexuat. Kopjon, po. Pa firmë temin, vetëm i këtë. Jo, nuk firmosi këse. Në këtë moment, a i kërkoj, nuk del tha, pa lek tha prej aty tha. E din tha ti, ki marrë tha nej orientim tha, ki marrë tha nej fije tha, ashtu tha orientim tha në konta, se kë mjetë nuk del tha. Dhe me thonë, të blej mjetin tem në këmbim të legve. Dhe çfarë shumë ju tha ky person? Na kërkoj 500 për vedi. Janë kene 2. Tani, këto para ishin procedurë që duheshin paguar që një? Jo, Rushfet kërkoj. Po si u a kërkoj? E kërkojnë direkt. Sa i thashë, u rëvërdova, po s'ka marrë me ble mjetin, ka marrë me marrë mas urdhit. Kujtim Balilej dhe... Por të lutem, si këshin denoncim i rëndë, zoti Zev dhe Vitore, ky person, si u a tha, dua lek? Po pa lek, tha, nuk del, tha, këtë person, tha. Nuk del, tha. Po nuk e pyetët ju për çfarë duhen këto lek? Kuj tha me na? Kuj ke, tha, fëmin, tha. Kuj ke, tha, fëmin. Asistoshin vazhdimisht, kuj ke fëmin? Qa ketë pun, ja kishin dhënë dhonat, që kur na ishi milioner. Pra na i mos e lësho, patë dhe... Sa lek ju kërkuan? 500 për vit, 500 për 8, 500 për 8. Paktën ka 500, që na 2 milion e kishim ble. 1 milion e gjys. 1 milion e gjys. Të vjetra që kërkonin rishfet në policinë e Shkodrës që mjeti të lirohej. Të lirohej. Përveç atë si edhe pse kishin një prokurorie që ju është dhënë drejta që mjeti të kthehej tek ju. Po çfarë ndodhi më pas, ju a dhat këto lek? Jo, nuk i kena. Nuk shumë i keni bërë. Ba me pak fjalë, ba me debate. Ba me debate, me te më thotë mu, se i thashën, shpun këti me fmit e mi, thash. Po pate në i lakmi në i sënë, ikë dhe ti sigur ka ikë djali 16 vjeqë. Nese, ba me pak fjalë me ta, në zorën për jashtë, ba me dhafe, në kërkoshin se zbanë, dëtyrim. A çfarë ndodhi më pas? Atëherën me datën me që nuk shkushim. Ju ikët, nuk e morët mjetin. Nuk e morë. Jo ditë.
Kena vazhdu, jo atë ditë, po 6 muaj me radhë. Me datën 28, me që nuk më në të mjeti, unë i drejtohë me letër i nëruar prokurorit Albert Muçaj. Edhe i thamë, zotit Albert Muçaj, nërë të tjerat i thamë të tonë ata, në fund, i thamë, unë mjetin faktikisht e kam letër. Jo, po i thamë këtu. I thamë, në më të ashtu se... Të gjerë mjetin. Të zbatat, në më të zbatat urdhri ju, i thamë, që mjeti të kjetë në shtëpinë tuaj, po. Po, sepse mjetin faktikisht e kam në letër, mjetin e kam të marrë në letër, po faktikisht mjetin është në komisariat. Po. Edhe ju lutëm shumë i thamë, më ndihmoni që në mënyrë ligjore... Zbatat urdhri ju. Po përgjigja e prokurorit kush ishte? Në mënyrë ligjore i thamon, edhe me respekt zë fati. E qartë. Marë në ligjore, jo antiligjore që kërkoshin. Përgjigja prokurorit. E në i nëruar zë fati, thët. Në përgjigjet kërkesës tuaj, thët, numër ka që ajse, ju komunikoj se me ka që pretendimi që keni ju do të i drejtoni policisë. Me policinë ishim përbalë 3 javë reshtë. Por të bërë denoncimin ideja, në që ju kanë kërkuar rushfet. Po. Po? Jo, nuk ka së denoncimin i kaqë, vetën atje do të merrni. Jo, do të merrin policia. Denoncim në gjykat. Po? Shkume në gjykat të ti do të merreshin polici ose do bash... Dhe çfarë ndodhi? Shkume në gjykat të ketë marrën takallantet, por natët e ketë të takallantet mjetin thët edhe nuk mund... Se kjo është absurde. Po. Pra, prokuroria u ka dhënë drejtën të kthehet mjeti, me letra figuron që mjeti është kthyer në shtëpinë tuaj, ndërkohë që ai mjet ishte bllokuar në polici e Shkodrës. Sepse thëtë gjykata, shku me u interesu, me thëtë gjykata thëtë ti e ke marrë në dërzim, e ke marrë me një mëdhë thëtë gjykata? E ke marrë thëtë ti. Qarë gjyqit me po? Të kërkon. Urdo firma jote, firma ati. E që ndodhi më pas? I trokit me derë më derë, tana institucioneve. Ta institucionet me prefekture, me këshirë bashkë prefekturëse. Këshirë prefekturëse. Me kenjifshe, me deputete, me gjona. Tone. Na epshin drejt për gjosë, s'mushin me bëndjo. Nuk kishin gjenë me i dhonë urdhen përpërin paps në bazën e ligjit mjetin. Ashtu si ka shku përloria. E bani dënimin. Në përdova, pasarka, ishe pa mjeti ishte i pafajshëm, do të delte jashtë. E qartë, logikisht, po ju kuptoj shumë njerë. Logikisht, ashtu dhe, të shti, me datën 14 prill, me që zgjeta asë një rrugë zgjide, i baj kallëzim penal. I bajmë kallëzim penal në prokurori Shkodrës. Përparim paps. Personi që u mbate peng me mjetin. I bajmë, ashtu, ja thojmë në ishte problemi, i qartë. Po, ja bajmë, ashtu. Në këthim përgjigje, të shti këtu, të shti është... Por mund të pa thuash me fjallet e tua? Po. Ja, se pa letës. Në këthim përgjigje me datën 18. Po? Të thua rohët, ja? Por nuk ka gjë, e dashur Vitore, ma thoj me fjalët e tua se nuk kemi shumë kohë televizive. Mirë. Kush ishte përgjigja me datën 30 prill, Niko Brahimi thët e ki marrë thët mjetin thët. Ta kena dhanë thët mjetin thët. Drejtuesi policisë. Drejtuesi policisë. Si pas preqe zërbalit thët. Mjeti ta kemi dhanë. Po, mjetin. Dhe skandali mjeti vazhdo dhe qëndron të në komisariat. Me datën 34/2021. I qartë. Niko Brahimi, drejtori policisë, e ke marrë thët mjetin thët. Çfarë kërkon? Çfarë kërkon thët? Sepse si pas preqe zërbalit për këthimin e sendit të I qartë, i thamë pak më parë. Një minutë thët. Mjeti në fjallë thët ka në preqe zërbalit të rubrika marrësin dërzim, ka emrin, bëjemrin dhe firmin të ujë. Të gjitha. Në një kohë kë nuk ishte lëshu firmë. Nuk lëshoj firmë, se nuk e mori veti. Dhe jam shumë kurioze të di çfarë ndodhi në fund. Pritështi. Edhe me fjallë nuk e morme. Atëherën u detyrova me që nuk mallane, prep nuk mallane, u detyrova me ardhë të Ministria e Mbrëmshme tek sektori i SHQB-s. I paraqita tanë të dokumentat tonë. I shpjegove situatën. I shpjegova tanë situatën. Ata më tha shkothat e ta, se do ta merrish ta. Atëherë me sa duket, ata kanë kontaktu me atë drejtorin e policisë dhe me datën 18/5/2021, drejtori policisë, nga ai që tha e ke marrë, thët po deshe me e marrë, po deshe me e marrë, Bata lekë që thashur por. Po, në qofë se pretendoni që mund të merrni, thët,
merë karotrecin, 150.000 lek, edhe pagujthet gjobat administrative dhe gjobat që ka nej zitori mrendë në parking. Për 6 muaj. Që ju e kërkoni, su a jepni dhe tani për këtë periudhë, pago gjobat. Po, atëherë jam detyru, se nuk i besoshim se na japin. Unë kam shku të Raiffeisen Bank, ky ka nej aty. Ira morë me telefon. Ira morë me telefon. Se po paguj lekt, edhe s'po ma japin prep, se nuk dhe ju paguat të gjitha këto gjoba? Pagu me gjobat, urna gjobat. Urna të shi gjobat që i kena tanat pagume. Gjoben për arktimin edhe kamat vanesat për gjoben... Për fajin e tyre, e qarë. Për fajin e tyre, që i ta gjoba në paraqit me datën 24, e kuptova. Kena po. Pasi pagua këto gjoba, ju dhanë të drejtën që ta nxirnit mjetin nga komisariati ta çonit në shtëpi. E kena çu shtëpi. Po, 24 maj. Me 24 maj kena pagu na dhe me thonë... Por drejtori policisë Shkodrës, ai që ju tha në fillim e keni marrë automjetin dhe pastaj tha hajde merreni, u përballët ndonjëherë? Ja, asë joj fizikisht, po s'ta lehë mu afru. Ne i blokune të 2, për 6 muaj, ata telefonat nuk... Ne i blok telefona. Ne i bane blok telefonat, se do që mu taku me Niko Ibrahimin, Mazalla, se në thotë prokurori, shota ko e me Niko Ibrahimin. Blok, policia e shtetit, imagjino ku të fosh tjetër. Na ka ban 6 muaj blok. Dhe qëfar ndodhi më pas? Ju e morët makinë? E morëm mjetin, pagume... 24 maj. Pagume pare. 24 maj, paguat gjobat gjitha. Gjobat e gjitha, pagume të tona dhe... Kja tjetër ashtë ma bukur fërti. Se ka akoma? Po ka dhe fje. Ska tjetër. Po më i ka se s'ka tjetër. Cila? Po kja është kërësoria. Ka tjetër, se po thamë për me s'paledzej me letër, ka tjetër që rezultën me 11 i marën. Automjeti? Automjeti, kur kë ishte në komisariat, rezultate me 11, tesh i thojmë na se ja delegoj spaku, se bëmën spak në allën spak këna kënë, ja dërgoj drejtorisë. Dhe këto janë qëtirat që ndodhin në Shqipëri dhe në komisaratin e qytetit të Shkodrës. Ja drejtori prokurorisë. Në atë rast prokuroria, ishte thëtë, po, dakord. Një ta fjallë që këna thonë spak, një ta fjallë thamena. Atëherë del, për të gjejthet një letër, thëtë, këtë harrove ti me e thonë? Po këndese... Gjejtha një letër, thonë, se e ka pru këtë papa. Kozeta prokurore, po Kozeta Qoma në thirin një, se na kena bo denuncim edhe në atje në spak. Ka shumë të mërzitur, sa keni shkuar ku do për të kërkuar drejtën tuaj për të kthyer këta automjet dhe besoj që keni harxuar ka shumë para shumë se sa i keni bler ata automjet që sot edhe është vjetëruar dhe nuk ka funksioni siç ka pasur e ban sirenike. Mua më vjen mirë që erdhë dhe denoncuat këtë gjë, se si puna juaj ka plot njerëz që përballen me situata të tilla, që institucionet nuk ju kthejnë përgjigje, i srollasin dhe këta njerëz janë të detyruar të pagojnë para ekstra për hir të gabimeve që bëjnë institucionet. Por, nëse keni diçka të fundit, se dua ta mbyll me një mesazh dhe të drejtohemi drejtorisë së policisë së Shkodrës, është e gjitha një skandal kjo që ka ndodhur, me gjithë dokumenta që ju mi lexuat dhe gjithë histori që më treguat, është skandal që bie mbi uniformat blu të qytetit të Shkodrës. Kërkoj të bëhet ekspertiza e dokumentit që ka falsifiku përparim papa që unë e ka marrë me datën 30. Sa është firma jam e marrën me 11? Sa firma jonë, ka falsifiku që e ka marrë. E qartë. Në mënyrë që ai e ka marrë, në mënyrë që ai të dalin... A firma prokurorit që e ka marrë? Unë kërkoj ekspertizën në laborator të licensum shtetëror. Jo në laboratori që e ka ban me mjetë e kësho kompjuterike. Mirë, kjo është kërkesa që ju bëni live në studion e emisionit pa gjuhë. Qoftë se zitori nuk ashtë marrë, si mas tërë e ki pas shpi, na kanë marrë majtë pa drejtësisht, se më vendëgjohë për dikur zitori janë shpi. Kundrejt ligjit, që e ka pas me malon me datën 11. Logikisht këtë drejt. Me datën 11, pse vun këtanë kja gjovë? Kush përgjigje? Zitori janë shpi me 11. Kërkesat i dëgjuam qartë nga zonja Vitore. Du me më këthy pare që më kanë marrë pa drejtësisht. Edhe atë... Dëmë shpërblimi, shkurdemi, dëmë shpërblimi. Po, zoti Zep, kush është mesazhi juaj? Sepse kërkesat i dha bashkëtortia juaj, aty që ajo kërkon pikërisht drejtësi. Se është një gjonë që, si ka thonë, ai gëzim kruja, elhamdulillah, a jam i marrën, a janë ata. Në gjithë të histori. Me të botë marrë të shti, e ke marrë me 11, kur unë e ka marrë me 24.
Me të bëhet marë. Unë uroj dhe shpresoj që zëri juaj t'je dëgjuar nga kjo studio në këtë transmetim live nga Report TV. Uroj që të merë një zgjidhje sa më shpejt dhe më vjen keq, sepse shumë qytetarë kanë probleme nga më të ndryshme që përballen me institucione të cilat nuk ju japin zgjidhje. Në qytetin e Shkodrës ne bile aty në një dokument që ka thonë aja në qofë se ti do ta kërkosh ma tepër, Pozeta Qoma ka thonë, rëndohet ta pozita juj dhe lecohet forcohet ta pozita të pandehurit. Në përgjigjen që na dha. Që ka pushu. Nuk po që na rëndohet pozita jonë, se kjo 80 e sa vjeç, unë jam 70 e sa vjeç, na edhe nesër... Na më ofër kena vuri si trakturi. Zoti ju dhënë tjetë dhe shëndet. Mirë, do mbetemi në kontakt, për gjithçka dhe uroj që të merrni zgjidhje sa më të shpejt. Mirë, dashumiq, me historinë e familjes Fati nga Shkodra, ne kemi ardhur në fund të kësaj pjese të parë, do të kalojmë në reklama, rikthehemi sërish bashkë live. Mirë, jemi rikthyer në studio dashumiq, jemi në këtë pjesë të dytë, ku në këtë pjesë të dytë do sjell në fokus dy histori, do të flas për njerëz të humbur, persona të cilët janë denoncuar nga familjarët e tyre në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë. Regjia do më ndihmojë në këtë momente me fotografinë apo pasaportën e Sokol Tervolit, një 45 vjeçar nga Gramshi, i cili fatkeqësisht ka humbur kontaktet me familjen e tij nga Firenze, Italis, në maj të vitit 2004. Kanë kaluar plot 21 vite dhe Sokol Tervoli rezultoni humbur për familjarët e tij dhe dua të theksoj që viti që ai ka humbur kontaktet ka qenë vetëm 24 vjeç. Një njerëz nga Gramshmi me plot ëndra së bashku me bashkëmoshatarët e tij, nuk ka qenë i vetëm. Sokoli ka qenë me miqt, me shokët më të mirë, po nga Gramshi, të cilët jetonin në Firenze. Humbja dhe zhdukja e tij është misterioze, pasi pas humbjes së Sokol Tervolit humbet dhe shoku i tij i ngushtë, ndërsa një mik tjetër po nga Gramshi vritet dhe nuk zbulohet asnjëherë ky krim, dhe pse kanë kaluar plot 21 vite. Ne sillim në fokus sot historinë e Sokol Tervolit me shpresën që kushdo që mund ta njohë, kushdo që e di të vërtetën e tij, qoftë dhe anonim, të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë. Dua të prezantoj një material që kemi përgatitur për 45 vjeçarin nga Gramshi dhe rikthehemi. Sokol Tervoli rezulton ende i humbur që prej maj të vitit 2004, kur u zhdukën nga qyteti Firenze së Italis, që Sokoj dyshohet se ka përdorur 2 pasaporta të ndryshme, Naser Shala si shtetas kosovar dhe Ademir Aslani si shtetas shqiptare nga qyteti Lushnjës. Në Itali ka jetuar bashkë me një grup bashkëmoshatarësh nga Gramshi, kohë në të cilën në maj të vitit 2004 zhduket dhe një tjetër shok i tyre, i cili në shtator të po ati viti u gjeti vdekur. Një ditë më pas se ka telefonuar e motra, ndërsa i është shprehur se për shkak të një feste zyrtare në shtetin italian nuk ka mundur dot të pres biletën. Udhëtimin e kishte shtyrë për ditën e dytë, por ky ishte kontakti i fundit me 26 vjeçarin dhe më pas telefoni i tij rezultoi fikur. Në Firenze dyshohet se i riu merrej me punë të jashtëligjshme, ndërsa të afërm të tij kanë pohuar se kur e kanë parë gjendja e tij psikologjike nuk ishte fort e mirë. Shenja dalluese, Sokoli ka tatuazh të dukshëm një dragua në krahun e majt, si dhe një të çarë në vetull, po në krahun e majt. Çfarë ka ndodhur vallë me djalin nga Gramshi? U zhdukën në mënyrë të vullnetshme për të humbur gjurmët apo u eliminua nga pjesëtar të grupeve kriminale. Kështu ka humbur kontaktet me familjen e tij Sokol Tervoli nga Gramshi, dashumiq, dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij përgjatë 21 viteve. Ai ka qenë një djalë i ri i cili jetonte në Firenze. Telefonatën e fundit e ka realizuar me motrën e tij në Greqi, ku i kishte treguar se kishte prerë një bilet dhe do udhëtonte drejt Greqisë për të takuar familjarët e tij. Por pas asaj telefonate, telefoni i tij fiket dhe gjurmët ngelen ende të panjohura për të riun nga Gramshi në Firenze, por ajo që u mësua nga familjarët është se policia në Firenze, disa javë pas humbjes Sokol Tervolit, arriti të gjente makinën e tij në dalje të Firenzës, por asnjë gjurmë
dyshuse për policinë atë kohë për zhdukjen dhe humbjen e Sokol Tervolit. Ju bëj dhe një rrthidhje nga studio e emisionit Pa i Gjurmë për 45 vjeçarin nga Gramshi, kushdo që ka informacion, qoftë dhe anonim të lidhet me studion e emisionit Pa i Gjurmë, u vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj të dashur miq, por mund të na shkruani dhe në faqen tonë Facebookut Pa i Gjurmë Report TV. Mirë, do të shkëputemi sërish, dua të prezantoj një klip, bëhet fjalë për prostatolin dashur miq, i cili është një suplement ushqimor i destinuar për popullatën e rritur maskullore, e cila ndihmon në problemet dhe funksionimin e prostatës. Njihuni me prostatolin dhe rikthehemi sërish bashkë live. Jemi sërish bashkë live për të vazhduar në këto momente me një tjetër histori. Dua të sjell në fokus historinë e Meladin Adilit, 26 vjeçari nga fshati Borje i Kuksit, që ka humbur kontaktet me familjen në 4 shtator të vitit 2022. I riu u nis në bjeshkët e Kuksit për të mbledhur Boronica së bashku me shokët e tij. Shokët u kthyen në mbrëmje në shtëpi, kurse për fatin e Meladin Adilit nuk dihet asgjë. Por çfarë dyshojnë familjarët dhe çfarë kanë zbuluar për gjatë këtyre 2 viteve e gjysmë për humbjen e djalit, ndjekim të material dhe rikthehemi. Meladin Adili është një 29 vjeçar nga fshati Borje i Kuksit, i cili është raportuar i zhdukur nga familjarët e tij që prej datës 4 shtator të vitit 2022. Sipas tyre, i riu ishte nisur për të mbledhur Boronica, si çdo ditë tjetër për të siguruar jetesën në bjeshkët e sharrit të Kosovës, por prej asaj dite nuk është kthyer më në shtëpi. Atë ditë ai doli së bashku me disa shokë dhe në bjeshkë është ndarë nga ta. Këta të fundit janë kthyer më pas në shtëpi, ndërsa prania e mjekullës ka shkaktuar dhe humbjen e rrugës në kthim të riut. Për herë të fundit, thuajse është parë nga shokët e tij të punës në vendin e quajtur Zhilibeg, që gjendet në afërsi të fshatit Brod të komunës së Dragashit. 29 vjeçari ka patur me vete edhe një aparat celular, por pas zhdukjes ai rezultoni fikur. Për zhdukjen e tij, familjarët kanë bërë denoncim edhe në polici, por asgjë deri tani. Në kërkim janë përfshirë policia dhe ushtria e Kosovës. Mjekulla, terreni i vështirë me shkëmbinj dhe humnera e kanë bërë shumë të vështirë operacionin e kërkimit. Pak ditë pas humbjes, autoritetet gjetën disa rroba në bjeshkët e Maqedonisë së Veriut, ku janë shtrirë kërkimet, por sipas Nebis Siecës, kryetari i Federatës së Kalërimit të Kosovës, ato nuk i përkisnin Meladinit. Familjarët dyshojnë se djalin e tyre e kanë rrëmbyer, pavarësisht se sipas tyre Meladini nuk kishte asnjë konflikt. Kështu ka humbur kontaktet Meladin Adili me familjen e tij nga Kuksi në 4 shtator të vitit 2022. Edhe për këtë 26 vjeçar ju bëj thirrje dashur miq, kushdo që ka informacion, mos të hezitojë të lidhet me studion e emisionit Pa i Gjurmë. Me foton dhe pasaporton e Meladin Adilit ne kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakojemi sërish, ju e dini, Pa i Gjurmë vjen çdo ditë live nga hëna të premte ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.